E po, le të futemi me një herë në temë. Sot, ky shpjegim thellohet në një predikim vërtet magjepsës shqiptar, i cili zbërthen atë që njihet si perspektiva ungjillore mbi sigurinë shpirtërore. Është një material plot e përplot me koncepte të forta rreth besimit, kështu që le të mos humbim kohë dhe të shohim se si është ndërtuar fiks ky mesazh. Gjithçka nis duke tërhequr vëmendjen me një histori mjaft interesante për një zotëri të quajtur Pilani, një antar i vjetër i kishës. Dhe ajo që është paksa befasuese këtu është se, pavarësisht një jete të tërë, dhe theksoj një jete të tërë për kushtimi fetar, kur ai u përball me ato pyetjen e madhe thelbësore. A jeni sigur se do të shkoni në paradis sonte? E po, ai thjesht nuk mund të përgjigjej me një siguri të plotë. Pra, ky moment i ndjer hezitimi bëhet piknisja e të gjithë këtij shpjegimi. E gjithë kjo na çon natyrshëm te tema e parë e madhe e këtij mesazhi, problemi i pasigurisë. Pse vallë njerëzit thellësisht besimtar ndihen shpesh kaq të pasigurt për destinacionin e tyre? Pika kryesore që trajtohet këtu është pikërisht mënyra se si predikimi e kornizon atë përgjigjen hezituese të zotit Pilani. E dini, sipas tekstit, kjo nuk duhet parë as pak si ndonjë lloj purulësie vërtet fetare. Përkundazi, konsiderohet si një keqkuptim total. Praktikisht, dyshimi po maskohet si purulësi kur në fakt është thjesht një mungesë absolute e sigurisë. Dhe ky burim thekson se e gjitha vjen nga fakti që shpëtimi po lidhet gabimisht me ato luhatjet tona të përditshme të sjelljes apo me gabimet e vogla njerëzore. Kështu që zgjidhja thelbësore që ofron ky predikim e zhvendos krejtësisht fokusin nga emocionet njerëzore te diçka krejt tjetër, te një premtim i qartë. Dhe ky shkrim specifik nga Gjoni 1:12 është fjalë për fjalë themeli i gjithë këtij argumenti. Folsi e përdor këtë pjesë për të betonuar idenë se i gjitha bazohet në një premtim të pandryshueshëm dhe pikë. Shikoni pak fjalët. Jepet pushteti ose e drejta për të bërë fëmijë të Perëndis. Çfarë do të thotë kjo praktikisht? Do të thotë se nuk kërkohen absolutisht as veprime të përsosura ditore dhe as ndonjë valë emocionesh të forta që sot mund të jenë në maj e nesër zhduken. Për ta bërë këtë koncept super të prekshëm, burimi përdor një metaforë vërtet briljante me një aeroplan. Le ta imagjinojmë pak bashk. Nga njëra anë kemi një pasagjer të mbushur me frikë, të tmerruar nga fluturimi, i cili ka ankth të vazhdueshëm për një rrëzim të mundshëm. Nga ana tjetër, kemi një pasagjer që po flet top, krejtësisht i pashqetësuar. Mos harroni, të dy këta njerëz ndodhen brenda të njëjtit avion. Dhe pikërisht këtu godet kjo analogji. Mbërritja e tyre e sigurt në destinacion nuk varet absolutisht fare nga fakti se si ndihen ata vet. Varet tërësisht nga bileta që kanë në xhep dhe natyrisht nga vetë performanca e aeroplanit. Gjendja e tyre emocionale, qoftë paniku i tmerrshëm i atit parit, apo qetësia totale atit të dytit, nuk luan absolutisht asnjë rol nëse avioni ulet apo jo. Teksti argumenton fuqimisht se të dy pasagerët do të mbërrinë njëkohësisht fiks, sepse siguria e tyre mbrohet nga bileta, dhe kjo bilet, në këtë rast, simbolizon atë premtimin e palëkundur hyjnor. Megjithatë ne e dim, njerëzit prap vazhdojnë të dyshojnë. Pse ndodh kjo? Predikimi identifikon saktësisht dy pengesa kryesore teologjike. Së pari, individët përqendrohen në mënyrë të tepruar te papërsosmëritë e tyre personale, dhe së dyti, ata mbështeten gabimisht te ai grumbullimi i veprave të mira, njësoj si të mblidhnin pik bonusi. Përpjekja njerëzore dhe kjo ideja e blerjes ose fitimit të parajsës përmes veprave shihen nga ky tekst si një simatse krejtësisht të gabuara. Si mund të tentosh të blesh apo të meritosh diçka që të ofrohet falas si dhuratë? Nuk ka kuptim apo jo? Kështu që natyrshëm lind pyetja. Atëherë, cili është vërtet kushti i vetëm, ekskluziv për ta marrë këtë garanci? Le të shohim ato që burimi e quan çelësi i shpëtimit. Për këtë përdoret një tjetër bazë e fortë nga shkrimet e shenjta. Citatet, si për shembull ky nga 1 Gjonit 5:12, tregojnë qartë se theksi bie vetëm diku. Pasuria e madhe, veprat e mira, apo qofte dhe fakti që dikush mund të jetë një qytetar evropian apo me status të lartë, asnjëra nuk ka rëndësi. Teksti thekson se mbetet vetëm një kusht i vetëm, thelbësor dhe i mandatuar hyjnisht, të kesh birin. Po, mirë, çfarë do të thotë vërtet termi besim sipas këtij thellimi? Kjo është ndoshta pjesa më e rëndësishme për të kuptuar. Për kufizimi që jepet këtu ndahet saktësisht në 3 pjesë themelore. Nuk bëhet fjalë thjesht për një pranim të ftohtë intelektual, si të thuash po e di që ka ekzistuar si figurë historike. Jo, teksti thekson se kërkohet një dorëzim total dhe holistik. Kjo përfshin pranimin e tij si të vetmin shpëtimtar,
njohjen si zot mbi jetën dhe vendimet e përditshme, dhe patjetër ndjekjen aktive të mësimeve të tij. Pra nuk është diçka sipërfaqësore. Dhe për t'i vënë kapakun kësaj ideje, Foljesi përdor atë metaforën fantastike të çelësit të shtëpisë. Paramendoni pak. Dikush mund të jetë duke qëndruar fiks përballë derës kryesore të shtëpisë së tij. Por dëgjoni këtu. Nëse nuk ka atë çelësin fizik në dorë, është thjesht e pamundur që të futet brenda. Është një imazh vizual mjaft i goditur për të demonstruar se, pavarësisht sa i kulturuar apo i rregullt mund duket dikush nga pamja e jashtme, hyrja në parajs konsiderohet plotësisht e bllokuar pa pasur pikërisht atë çelësin specifik të besimit. Pasi ky çelës të theksohet dhe të prandohet, thuhet se ndodh një transformim thellësisht interesant, duke çuar të një status tërësisht të ri familjar. Këtu jepet një kontrast jashtëzakonisht i fortë, pas një zonë gri. Predikimi e krahason mënyrën e jetesës së një sklavi me atë të një fëmije të shtëpisë. E shihni? Ekzistenca e sklavit varet tërësisht nga performanca e tij. Nëse i bën detyrat në mënyrë perfekte, gjithçka është në rregull, po bëri ndonjë gabim, dëshkohet ose largohet. Por përkatësia e një fëmije, ajo është totalisht e pakushtzuar. Fëmia ka një autoritet natyral që nga lindja, pra theksi vihet e një ndryshim komplet i atij identiteti të brendshëm. Ta mendojmë pak të thellë. Dashuria e një prindi është e ankoruar pikërisht te vetë marrëdhënia dhe identiteti i fëmijës. Ajo nuk fshihet me gomë kur fëmia bën gabime. Sigurisht, disa momente mund të kërkojnë disiplinë apo rregullim të sjelljes, por lidhja bazë mbetet absolutisht aty. Sipas këtij teksti, ky fakt sjell një qetësi të jashtëzakonshme. Atyre që besojnë, u thuhet se mund t'i afrohen atit hynor për falje sa herë të kenë nevojë, pa u përndjekur asnjëherë nga ajo frika e dëshpëruar se mos ndoshta po përjashtohen përfundimisht nga familja. Dhe mjeti që jepet për ta vulusur dhe garantuar këtë marrëdhënie të re, shpjegohet përmes kapitullit 10 të Romakëve. Këtu theksohet fort se rrëfimi i hapur, ai me gojë, i kombinuar mjeshtërisht me besimin në zemër, i armatos njerëzit me një lloj mburoje kundër dyshimeve të pafundme që zakonisht vijnë nga bota përreth. Pra, ai rrëfimi i jashtëm shërben efektivisht si një vulosje publike dhe fuqishme e këtij statusi jetësor. Tani, mbani vesh këtë imazh, sepse, sinqerisht, thelbi vërtet qëndron pikërisht këtu. Përfytyroni një fëmijë të vogël që po ecë me prindin dhe papritur pengohet te një gur dhe gati sa nuk rrëzohet për tokë. Kush po e man kë në atë moment? Është prindi ai që i ka shtrënguar dorën fort për të mos e lënë të bjerë, dhe jo anasjelltas. Fëmia nuk i ka kapacitete ta mbajë prindin në këmbë. Mesazhi vërtet i thellë i predikimit është pikërisht ky. Siguria shpirtërore mbahet e paprekur ekskluzivisht nga kapja e fortë e Perëndis, jo nga muskujt apo përpjekjet mbinjerëzore të individit për të mbetur në këmbë me çdo kusht. Okej, e gjithë kjo teologjia abstrakte tingëllon fantastike, por si përkthehet e gjitha kjo në praktikën e një dite të zakonshme? Si kthehet në një jetë të sigurt? Ja pra, predikimin nuk e lë thjesht në ajër, por u ofron dëgjuesve 3 hapa super të thjeshtë dhe praktik. Së pari, rekomandon si zakon atë shpalljen e përditshme të Gjonit 1:12, madje duke e personalizuar me vetë emrin tënd për ta rinisur ditën me siguri absolute. Së dyti, fton për një praktikim të vazhdueshëm të pendimit sapo të bëhet një gabim. Por kujdes, gjithmonë pa e ngarkuar veten me faj të rënd apo me panikun se u dogj çdo gjë. Dhe së treti, dhe ndoshta më e bukura, thjesht shfaqja e dukshme e gëzimit. Ta rrezatosh atë pozitivitet drejt atyre që të rrethojnë, si për të vërtetuar se tashmë i përket atij realitetit të ri, atij qytetërimit qiellor. Dhe kështu, ndërsa i afrohemi fundit e këtij shpjegimi, mbetemi me një pyetje thelbësore që përmbledh absolutisht gjithçka që sapo analizuam. Është një pyetje për të cilën ja vlen të mendosh pak. A besoni se paqja e vërtet, ajo paqja absolute shpirtërore, vjen nga një përpjekje njerëzore e pafundme, lodhshë dhe gjithmonë e papërsosur? Apo a mendoni se ajo bazohet krejtësisht, e sigurt dhe e palëkundur, vetëm e vetëm mbi një premtim të dhënë nga një autoritet hynor? E po, sipas materialit që shqyrtuam sot, mesazhi është i prerë dhe anon fuqishëm nga kjo e dyta. Pavarësisht bindjeve apo sfondit të cili do, ky vërtet mbetet një kënd vështrimi jashtëzakonisht provokues që na fton të shohim gjërat me një sy tjetër dhe të pyesim veten më thellë rreth kuptimit të kësaj sigurie.